Skënderbeu është skuadra e dytë finaliste në Superligën e voleybollit për meshkuj dhe do të matë forcat me Partizanin për trofeun më të rëndësishëm kombëtar në sportin e ritës. Korçarët fituan mbrëmjen e dieshme ndeshjen e tretë gjysmëfinale play-off kundër Tiranës, takimi zhvilluar në Pallatin e Sportit Tamara Nikola. Në një takim që zgjati 1 orë e 52 minuta, Skënderbeu triumfoi me rezultatin 3-1. Korçarët e filluan mirë duke marrë setin e parë 25-22, ndërsa në të njëjtat shifra fituan edhe setin e dytë. Tirana provoi të futej në lojë teksa fitoi setin e tretë 23-25, por në të katërtin takimi nuk ishte shumë histori, pasi vendasit dominuan totalisht, ku fituan thellë 25-16 për të siguruar kështu kualifikimin në finale. Ishte një eveniment që ka 35 vite që s'kemi qenë në finalet e kampionatit shqiptar. Falenderoj çunat, tifozërinë e Korçës, shefin e klubit dhe të gjithë që na përkrahen dhe na dhanë këtë mundësi. Finalja është finale, presim shumë. Shohim çfarë mund të arrijmë. Një kualifikim që vjen me një përmbysje të jashtëzakonshme, pasi ishte Tirana që fitoi ndeshjen e parë, ndërsa Bardhë e Blut ishin në kryesim edhe në takimin e dytë 2-0 me sete, por më pas Skënderbeu ktheu gjithçka në favor, duke prer biletën e finales.